Dialogu midis një dietari dhe një alkoolisti. Alkoolisti: a mendon se bëj gabim nëse ha një hurmë? Dietari: jo. Alkoolisti: po nëse e ha atë me ca barishte? Dietari: nuk ka asgjë të keqe në këtë. Alkoolisti: nëse ato i lë në ujë? Dietari: pije ujin dhe kënaqu duke i ngrënë ato. Alkoolisti: meqense se kjo është e lejuar, atëherë pse na ndalon nga alkooli, i cili përbëhet nga të gjithë përbërësit e përmendur më lart? Dietari: nëse të derdhë ujë mbi ty, a të bën dëm kjo? Alkoolisti: jo, nuk më bën dëm. Dietari: nëse ujit i hedh ca rër, a do të lëndonte nëse do ta hidhja mbi kokë? Alkoolisti: jo, nuk do të më lëndonte. Dietari: nëse e përziej ujin edhe rërën bashkërisht dhe nëpërmjet një procesi e bëj një tjegull të madhe nga ato elemente dhe pastaj ta hedh atë tjegull të madhe në kokë, a do të lëndoja? Alkoolisti: ajo do të më mbyste fare. Dietari: e njëjta vlen për alkoolin.